drejt, derisa ka shumë mendime pro dhe kundër kësaj. Për këtë temë, sot do diskutojmë në studion e emisionit të mëngjesit së bashku me Faton Ismaili, profesor i gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, është kënaqësi me ka në Klan Kosovë. Kënaqësia jonë, profesor. Diamant Bajra, një si rrjeteve sociale, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se drejta, faleminderit. Kolegja jonë e emisionit mëngjesit, Agnesa Demaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, e kemi pa këtë lajmë që ka bërë goxha shumë buj, e kemi transmituar dhe ne këtu në emisionin e mëngjesit, ndërkaq kemi pa dhe një reagim tëndin, profesor. Si e pranoni, si e keni pa këtë lajmë? Në fakt, ndoshta duhet me korrigju ose me thonë sakt që tregimi i lajmit që është dhënë kështu që Kina i ka ndalu influencerët me shkollë pa shkollë është i pasakt. Kina i ka ndalu influencerët të cilët janë disa tema që atyne nuk piu pëlqejnë, edhe është pak ndoshta edhe gazetarët edhe na si njerëz që flasin publikisht, duhet me pas kujdes çka po themi, sepse kështu që e prezantuat jo është kogja kontradiktore me dalë me thonë është keq, sepse kështu po që e prezantuat edhe jo është tepër mirë. Ndërkohë e vërteta është krejt ndryshe. Pra Kina po fshe një vërtet? Jo, po fshe. Të vëtonë gjithë çka është e transmitimi i lajmit, që shbëhet, sa më i thjeshtë është edhe që shpranohet nga masa? Jo, tash e shpjegojna. Kina ka ndaluar influencerët që prezantojnë Kinën tjetër për asaj që na e shohim. E prezantojnë Kinën, varfrinë në Kinë, papunësinë në Kinë, bile disa prej temave që ja u ka ndalu influencerëve është që mos me shfaq adhurimin ndaj Perëndimit, mos me shfaq pesimizëm, mos me shfaq varfrinë. Njëri prej atyre që për 2023 që është ndalu, njëri prej influencerëve që po quhet Hu Chen Feng, ishte një influencer i cili kishte intervistu një 75 vjeçare, e cila kishte dikun pensionin $15. Videoja ati ishte shpërndat tepër shumë, ndërkohë shteti kishte reagu, kishte thonë që këti po ngrit pesimizëm, s'po e kallëzën anën e mirë. I njëjti kishte pas 10 milion ndjekës, rrjedhimisht e kishte rrezikuar pushtetin e një partije, se ati është një parti. Duke e prezantu në media që Kina e mori një vendim të mirë, hajti këqyra qysh është Kina të kontrollimi i internetit. Liria në internet është e fundit në Kinë, do më thonë edhe Rusia është ma mirë se Kina. Dë dyat janë të fundit, por Kina është ketë në fund. Do më thonë, një vend që kontrollon gjithë shka, duket se i ka ndalë prej dorësh influencerët dhe ka pas rrezik që të rrezikohet partia pushteti. Pra po mundohen të fshehin problemet reale që i kanë në Kinë. Ata i fshehin, por tash e kam pa një rrezik prej influencerëve. Për shembull është një e njëjta si Kim Kardashian në Amerikë, ja ka ndalu për shkak se ti po e prezanton shumë luksin. Pra shiheni çfarë temash, ndërkohë tek ne po prezantohet si diçka që është e mirë. Llogariteni pra, ndoshta secilin informacion që e marrim na në media duhet me pas një farë kujdesi, gazetarët më shumti sepse gazetarët e kanë përgjegjësinë çka po i thojnë publikut, sepse publiku, nëse e keni pa, edhe kolegë gazetar, pilone kom citu një kolegë këtë të jujen kushtrimin, që thëtë çka do të bojnë influencerët e na. Pra, komplet tregimi për Kinën është i shtrembruar, ose s'është i saktë fare, pra nuk është ashtu që e prezantuat. Jo që ata atë nuk e kemi bulumtuar dhe zbuluar, është thjesht mediumet ndërkombëtare që kanë transmetuar si të tillë dhe ne kemi paraqitur ashtu si. Jo ndërkombëtare, për shembull nëse e shohim New York Times, Washington Post dhe Guardian, cilat do prej mediave ndërkombëtare kanë treguar deri diku të vërtetën, sepse nuk e kanë marrë çaton veç çat narrativën që për Kinën është e përbes të duket që Kina është një farë Finlandë ose Norvegjie, ndërkohë Kina e kontrollon gjithë shka. Pra veç këta ka pas rrezik që të mos kontrollon, edhe ndalje po e shohim videon e këtij influencerit i cili e tregon mjerimin në Kinë. Diku 22% e trive në Kinë ishin të papunë. Ndërkohë në Kinë është keq me fol për partinë keq. Pra
flasim edhe për regullimin në Kosovë dhe regullimin, unë po du me thonë qysh tash. Vetëm dashta më ndërlit të influencerët edhe të fuqia këtyre influencerëve, është pikërisht kjo që nave që kemi pranu lajmin si të tillë nga shpërndarja influencerëve. Nëse New York Times ose 5 mediume shumë të mirëfellta edhe na këtu po e trajtojmë si të vërtet, miliarda janë qarkullume, do me thonë, veç me këtë titullin e lajmit. Ka një zgjidhje. Tashte, qëto edhe na pse kemi pranu, sepse dhe mu, me të vërtetë më duket pak shqetësuese që kjo ndikimi i madh i influencerëve cilët marrin përsipër me fol gjithë shka. Unë zakonisht i përcjelli këto grupet e qikave, grupet e nonave, grupet e grove, edhe kemi qëtashti një shpërthim masiv të influencerëve të mendimit pozitiv, cilat veç e marrin, e kanë kalu një sfit të vogël të vetën, edhe doljen edhe japin mësim, mbajnë ders online edhe kanë një rjet të madh të ndjekësve. Mirë po, do me thonë, është e rrezikshme ti veç me ju bind në shtatë dhe mjanis me adhuru një personazhi cili prej shtëpis vetë, veç po vërin se na pedim shumë mirë hinë ChatGPT dhe kështu çka po lyp algoritmi, çka po vez ma shumë, del folje për çato, do me thonë, pak është shqetësuese edhe që kjo. Jo, është shumë shqetësuese edhe për faktin që ndikimi këtyre njerëzve është shumë më i madh te ata që nuk kanë menim kritik. Rrjedhimisht i bjen që ata që nuk dinë mi lexu mediat. Ata që nuk dinë mi lexu mediat mundën me ra pre e informacione ose informacione. Profesor, shumica nuk dinë me i lexu mediat, na fatkeqësisht po flasim veç për realitetin që është transmetohet edhe që është pranohet lajmi, apo informata, se fakt. Keni plotësisht drejt kur po thoni shumica, edhe në botë është problematike me ndo faktin prej opinionit. Për shembull, matjet e testit PISA në këtë botën kanë thënë që dikun 85% e nxënësve që janë testu nuk dinë me dallu çka është mendim edhe çka është fakt. Tek ne është situata hala më alarmante. E dim për këtë arsye jemi gjithmonë të fundit në PISA. Por domthonë nuk është vish një zinxhir, një hall që është një problematike, është problem në secilin vend. Pra ka një zgjidhje. Kur po flasim për të këqijat e internetit, për këqijat e medias, na po i harrojmë që ka plot mira. Por, pe qytyne të këqijave është një zgjidhje, por që është me vështira, që është edukimi, që është me marrë dhe me hulumtu, me pa të vërtetën. E vërteta kërkon energji, nuk është një hap, janë 10, 50, 500, ndërkohë njerëzit në kohën për cilën po jetojmë, po kanë qef duke të qëndru në një vend mi ditë të gjitha, por nuk është ashtu. Prandaj edhe këta influencerët pigjejnë pikrisht këto kategori të njerëzve. Ata influencerët nuk zgjedhin elita. Nështë që shma është sërcitu ekoja, por ekoja thot interneti, që kjo kua në cilën po jetojmë, ja ka dhonë mundësin, si kur ati që ka fituar çmimin Nobel, si kur ati që jeton në Brod ose në një vend dikun tjetër, ja ka dhonë mundësin edhe fuqin e fjallës. Edhe me u shfaq të ke fundi, sepse jo gjithë kanë pas ndërshta mundësin të shfaqen në mediume, dhe ndërshta kemi pas shumë njerës që pikrisht për mungesës e kësaj mundësie, edhe kanë stangur qoftë në karriera apo një diamant. Po, shumë mirë elaboroj profa. Realisht krejt kjo ka nisë në vitin 2022, kur është kriju një paket ose një rregullore, ma mirë me thonë, e cila i ka fut në një paket gjitha këto që po i përmendi edhe prova. Ajo që ka marrë jehon është mas shumë, të është kjo që fakti është kërku ekspertizë për ata që flasin për tema ma të mëdha, për çështjet e arsimit, për çështjet e financave ose për çështjet shëndetësore. Kjo çka edhe neve sot na ka mbledh besoj këto. Por në esencë, këtë qëllimi mendoj edhe unë që ka qenë me cenzuru fjalën, me ngushtu lirinë e mendimit ndryshe prej asaj se çysh është sot Kina, se çysh është shteti kinez atje. Edhe realisht që ato është dami më i madh që po shkaktohet për cilën nuk flitet realisht shumë as në mediat e huaja, por e as më pak në Kim. Po prapë betet si një sekret publik që cilin e din të gjithë. Po, pra, çështja edhe satira realisht aty me këtë rregullore do të ndalet. Pra, nuk ka mundësi ti me përqesh dikon ose me ironizu me një situatë caktuar. E aq më pak, pra me shfaq pesimizëm edhe me shfaq që gjendja nuk është e mirë në shtetin kinez, edhe varfria gjitha këto që kanë kaplu vendin. Mirë, po të kthehemi pak në vendin tonë, në nivelin vendor, dhe kemi aktivistën Linda Pano në lidhje direkte. Si i sheh influencerët Linda, sepse Agnesa ngriti një çështje edhe me të drejtë që i shohim shumë influencerë, ndoshta duke marrë mbi supe barë dhe përgjegjësi më të mëdha se sa që ju takojnë. Veçanërisht kur bëhet fjalë për shëndetin, besoj që duhet të jetë një dozë edhe e atyre që i ndjekin këto vetë do t'i besojnë apo jo. Linda, fillimisht mirëmëngjese. Me
Më dëgjoni? Po, po i dëgjojmë. Në lidhje me influencerat, mendoj që ata janë target grupi tyre është më shumë pjesa e popullsisë, janë adoleshentët, janë ndoshta edhe studentët, po pjesa e rritur, pjesa që ditë ndaj mendimin nga fakti ose opinionin nga fakti, janë më pak të influencueshëm nga influencerat. Ti ke të drejtë që influencerat nga njëherë janë dhe influencera të pa shkolluar, edhe bëhen, unë kam parë në botën e adoleshentëve, kam parë influencera që flasin budalliqe dhe prapë ndiqen nga mira apo miliona ndjekës, edhe nuk e kuptoj dot në konceptin tim se si është e mundur që mund të ndiqet dikush për gjëra që nuk kanë sens. Megjithatë, ky është realiteti, interneti është supozuar që ta hapi botën për të gjithë dhe ne jemi supozuar që të selektojmë materialet edhe ato që ndjekim. Kështu që jam dakord me idenë që nga njëherë influencerat paraqesin një botë që nuk është reale, por nga ana tjetër të censurosh internetin apo median apo rrjetet sociale, kjo nuk është zgjidhje. Sepse normalisht më kujton kohën e komunizmit, kur ne na thuaj që çdo gjë që kemi ne në Shqipëri është më e mirë se sa ajo që është në botë, dhe prandaj ne nuk kemi nevojë që të shohim kanalet e tjera të huaja. Nuk lejoi në Shqipëri në kohën e komunizmit që të kishte antenë, që të merreshin kanale të tjera nga perëndimi, sepse shqiptarëve do t'ju hapeshin syt dhe do të kuptonin që nuk ishim ne parajsa në tokë, siç na flite dhe propagandoi në atë kohë, por ne ishim një vend që kishim shumë vështirësi dhe ishim të varfër, ndërkohë që ishim mësuar dhe ishim brainwashur, ishte bërë shplarje truri që ne do të ham bar dhe nuk do të përulim këmbët tona dhe përpara vendeve që janë duke vuajtur aty për jashtë dhe janë armiqtë tanë. Dhe mua më duket kjo tendenca e Kinës, një tendencë e tillë ngjashme me kohën e komunizmit, sepse Kina ka nevojë që të paraqesi një vend që është i begat, një vend ku njerëzit janë të lumtur, një vend që njerëzit punojnë dhe nuk ka papunësi, ndërsa këta influencerat, megjithëse ato pjesën e pavërtet ose pjesën e fasadës, nga njëherë nxjerrin edhe të palarat e vendit për të parë çfarë nuk funksionon dhe çfarë është realiteti i vërtet në terren çdo ditë. Në fakt, krejt këto që po e thoni për Shqipërinë e gjeni sot të vendimi i Kinës për të ndaluar influencerët, sepse qëllimi i tyre nuk është të edukojnë edhe të ndalojnë njerëzit që nuk flasin, që duhet të jenë kompetent edhe me shkollë, por ideja aty në është pikërisht që ta krijojnë idenë e kinezëve brenda aty, që aty është gjithçka parajs, pra që të mos ndjellin pesimizëm. Që i bjen, nuk bën asnjë kritik me ndaj shtetit, sepse me njëherë mund të konsiderohet se po nxit pesimizëm. Edhe sistemi në Kinë është identik si me sistemin e Shqipërisë mas viteve 1945. Pra ati është sistemi komunist edhe është vish një parti, rrjedhimisht ajo bën gjithçka që t'i kontrolloj mendimet. Sepse kush e kontrollon mendimin, kush e kontrollon mendjen e njerëzve, kush e kontrollon internetin edhe median, rrjedhimisht është edhe në pushtet. Kjo betejë për me kontrollu influencë këta ndikuesit, se ndoshta është klishe kur përmendet i ka edhe të mirat edhe të këqijat, por ka plot influencer në botë, edhe në Kosovë, nëse hym në faqe të njerëzve, qoftë që kanë një shkollim, një background, të çfarë do qoftë që s'kanë fare background shkollor, mund të shohim veprimet jashtëzakonshme. Për çdo ditë, për shembull, unë e pash njërin prej tyre që i kishte mbi 1 milion djegës, çdo të tretin, po se me kishte thirrje për ndihmë, për me ndihmu të varfërve, të smurve, që është punë jashtëzakonisht e mirë. Pra, në kuadër mund të mos kesh një shkollim këto, por mund ta bësh një fushat të tillë. Demokracia ju ka dhënë mundësi secilit me pas. Problemi i kësaj që jemi tash është që na duhet të edukojmë. A është vështirë? Unë po insistoj që është shumë vështirë, por është vështirë që na më javë shpjegu fëmijëve tonë, më javë shpjegu familjarëve tonë, që kur farë benefiti, kur farë përfitimesh nuk kemi nëse na ndëgjojmë një person i cili numëron deri në 10,
edhe i ka 3 milion njerëz. Profesor, qysh mi eduku, mas pari, kur në fakultetin e edukimit të na, janë gjenerata që bëjnë mësues, të cilët na i dim, kemi mësues shumë të mirë, si gjithë konë me thonë, po kemi edhe mësues cilët i ndjekin të nditën TikTokin edhe influencerët. Kurse janë as vetë të edukum, do me thonë, qysh mja nisë që kjo shkalla, se neve përna shkojnë gjenerata, unë e di që duhet bazikja, po pak gjenerata adoleshentët po ndikohen prej TikTokut, e kemi një gjenerat, po besoj diamanti edhin që shenë algoritmat ma shumë edhe qka për cilët ma shumë. Na jena dhe trend. Që qka zhvillohet edukimi online, apo trendi online. Nga ana tjetër, Kina është për të përgëzuar për algoritmin e TikTokut, sepse algoritmi TikTokut që kemi ne në Europë, edhe dallon nga i Kinës. Nuk ka Kina TikTok heq. E ka një verzion tjetër nuk ka qasje fare në përmbajtjet që na i shohim në ata i filtrojnë aq mirë në kuptimin e që i bjen mirë në partis. Gjithçka është mirë në partis dhe shtetit. është mirë potencu këto asociacion 4 platforma që nuk përdoren të na e që përdoren. Po flasë për pjesën e edukimit dhe shkencës, nuk po flasë për pjesën e kontrolit, sepse pjesa e kontrolit edhe mua më shqetëson shumë, po flasë për pjesën e edukimit dhe të shkencës për nxënësit e shkollave. Ndërkohë që nxënësit tanë përballen me materiale që nuk janë të shëndetshme dhe nuk janë absolutisht të nevojshme për mirë rritjen e tyre dhe mirë edukimin e tyre. Na tregon Diamanti si funksionon. Kjo pjesë është e hequr. Qarë Diamanti? Atëherë me rregullorën e re janë marrë masa për platformat që janë të popularizuar në Kinë, që sigurisht nuk është Facebooku dhe nuk janë Instagrami, platforma tjera që na i përdorim në rajonin tonë. TikToku ka një emën tjetër atje, edhe funksionon me algoritma ndryshe, ka algoritma të kontrollum. Trendi atje është i monitorum vazhdimisht. E sidomos mas rregulloreve, sepse kanë edhe sanksione nëse ata nuk janë në vijë me politikat e shtetit. E kanë qëllim që ta edukojnë popullatën, apo kanë qëllim që po me cenzurur. Ta kontrollojnë. Do është pak edhe edukim, por qëllimi është nuk jam dakord me këtë pjesë. Vetëm ta përfundon Diamanti, pastaj kthehemi me eduku breza edhe me japim informacione veç që aty në hynë në punë dhe ju shkojnë për shtati, por qëllimi është që mos me dëmtu realisht shteti me informacionet që rrjedhin. Pra, kontrollohen trendet. Nuk është në trendin diçka që kish me dëmtu reputacionin e vendit ose kredibilitetin e shtetit. Varfri, nuk mundesh me e tregu në Kinë. Nuk mundesh me e tregu që pensionist e kanë 15 $15 dollar. me e mirë atje, veç kuptomi. Nuk është TikToku më i mirë atje. Është një verzion i TikTokut atje, por nuk është ky që na e shohim këtu, për shkak që është më i kontrolluar. Linda, patë diçka të reagosh? Unë doja të thoja që jam plotësisht dakord me ju. Interneti ishte supozuar ta hapte botën për të gjithë njerëzit dhe ta bënte available edhe për ata që nuk janë në marrëdhënie pune, por në fakt është kthyer në një mjet kontrolli. Dhe çfarë është alarm dhe shqetësim, unë nuk dua ta devijoj bisedën këtu, po alarm dhe shqetësim që do të vi shumë shpejt në diskutim në media, është Digital ID. Që ajo pastaj do të jetë një alarm, një niveli që do të merremi ndoshta në një fazë tjetër. Besoj dikur tjetër merrem në këtë. Por ju patët një mendim krejt ndryshe për TikTokun se si funksionon në Kinë. Në Kinë, po, në lidhje me nxënësit. Ju thatë që është më i mirë. Jo, nuk po flas për në lidhje me algoritmin e të rriturve, po flas në lidhje me algoritmin e të vegjëlve, e nxënësve. Atyre nuk ju lejohen gjërat që lejohen në zonën tonë, në Europë. Nxënësit, algoritmi që lejohet për nxënësit është më shumë shkencë, është më shumë gjëra që i mësojnë dhe edukojnë fëmijët. Ndërsa për pjesën e kontrollit jam plotësisht dakord me ju, që Kina algoritmin e përcakton sjellja e përdoruesve, kështu që nuk është që Kina ka vendosur me përcaktuar algoritmin për gjenerata. Shiko, ka një për shembull përdorues të ri, fëmijët, adoleshentët hapin llogari në moshën më të madhe se sa që e kanë. Pra përdorin dhona të rrejshme në mënyrë që më përshtaten një algoritmi që aty nuk e kanë vënë. Që aty mësojnë numre, aty të vjetë sa kanë bërë. Çështja këtu që vetë platforma po i shtyn përpara, po ata po synojnë me përfshin algoritma që nuk janë të moshës tyne. Hapin llogari në moshën. Jam dakord me këtë pjesë, por unë kam përshtypjen se për të hapur një llogari në këto rrjete sociale ke nevojë për një ID.
Edhe ndoshta në zonën tonë nuk e nevojë për IT. Jo me do mos duhet verifikim. Kreni email-a, vim Jo me do verifikimi, mos. ose numër telefonit, a është ashtu? E në këto raste sigurisht asistohen edhe prej prindërve, edhe prej atyre që ma të rritur në familje. Zgjidhja është të aton që përmendi kolegja që tha është edukimi, fakulteti i edukimit. Nuk duhet me ngatru edukimin veç në fakultet, po edukimi është një proces që fillon nga parashkollorët. Venet perëndimore kanë fillu edukimin medial, mënyrën se qysh na i përdorim qëto media, mënyrën se qysh i shohim na qëta influencer, mënyrën se qysh na i dallojmë qëta influencerët. Për diçka veç na duhet mu pajtu provë. Ideja që duhet me pas një ekspertizë për në forë për mjekësi, sigurisht që duhet me pas. Na do të na i shumë ekspert që ju mbo për shumë lloj të fushave. Për shembull, një ditë del e flet për një krem, një ditë flet për një produkt tjetër. Ndërkohë, kur e sheh ai asnjëherë nuk është që ka prezantuar në erën e njohurisë që ka për fushën e mjekësisë. Kjo ideja është që ta ekspert që po bëhen, po folë gjithmonë veç për rastin e mjekësisë. Çfarë dëmi ka mundën e shkaktuar dëm shumë. Eksakt, që është problemi. Është me paketën e internetit, me të mirat që ka ardhur interneti, ka pru edhe plot të këqija. Vjedhimisht i bjen që na duhet të edukumi, as sa është e mundshme. Pra edhe shteti, unë bile kërkova që shteti me ndërhy jo mo me kontrolu, po me eduku njerës qysh me ditë këtan që po e thëni jo, që ne mjek është, ne propagandus. Nuk është i certifikum. Jo, nuk është i certifikum, por bën reklam. Për shembull, BE-ja ka kërku prej këtyre influencerve që edhe kur bojnë reklama me kanë transparent, me kallëzu që po reklamojnë, qoftë për një kompani, qoftë për një parti politike, për shkak se kjo i ndihmon publikut me e kuptu. Pra këta influencer, do të me, nështë është e mirë edhe për publikun, influenceri ka qëllim që me i bind për aton që po e thët. Eksakt. Përdoret mas shumë të është përdorë në ekonomi edhe në biznes, pra për me bo reklama. Por tash kjo, na ka dhonë mundësin internetit, tash është gjithkun. Me që sët prej mëngjesi deri në mbrëmje, prej lindjes deri në vdekje jemi me media, është e domosdoshme edukimi medial, pra nuk është çështje luksi mo. Për shembull në disa vende prej parashkollorëve edukohen qysh me përdor mediat. Ndërkohë edukimi tek, nëse e thjeshtsojmë, edukimi te na për media është ja dhënë fëmis telefonin, edhe mas ne kërkojmë prej fakultetit të edukimit atje të ndërhyjë në diçka që është kriju, është mësu fëmija. Na për shembull kena bë dhe hulumtime me fëmijët e klasëve të pesa dhe ka dalë që 4 orë mesatarisht rrinë në telefon, një pjesë e tyre madje kanë pranu që shohin edhe përmbajtje për të rritur. Llogariteni çfarë dami për ju bojnë këtu media, por nuk është çështje më veç e fëmijëve, është përgjegjësi e secilit në shoqëri, mas shumë unë edhe shtetit, mas shumëti, por edhe secilit prej nesh që na t'i drejtojmë asa është e mundshme në përmbajtje të cilat mund t'jenë të dobishme. Këto kur po e themi është lehtë me thonë, por nëse e kthejmë në praktik, duhet edukimi madh, duhet hapa të mëdhenj, të cilat do ta mundsonin që internetin, teknologjinë me përdorë për të mirë. Unë plot fëmijë edhe shoh që kanë mësuar gjuhë jashtëzakonisht mirë të huaja prej telefona, pra e kanë pas, natyrisht është mirë, por ka edhe plot fëmijë që sot s'mujnë mu përqendru. E që tu do është ta me dojnë, profesor? Edhe ka që nuk mund të flashin mirë. Për shumicën e fëmijëve në fakt që s'përqendrohen dot. Po dëgjoja një mësuese që thoshte kam aty fëmijë të ulur, nxënës të ulur me trup, po në fakt në përqendrim dhe në vëmendje janë blank, domethënë bosh, të shohin në sy, por në fakt nuk depërton dot, sepse është mendja e tyre është e përkushtuar ose e tërhequr gjatë gjithë kohës ndaj scrolling. E tashti, profesor, na kush ka kohë sot me lexuar një hulum tem, apo duhemi pranu krejt informatën AZH për 60 sekonda. A janë reelsat, shortsat që këqyren mas shumëti, do me thonë. Edhe 30 sekonda, do me thonë, është veç lajmi i shpejt që shpo vjen. Është bëhemi sinqert, edhe jo, edhe gjithë na, i kalojmë, është ma fan, mi marë 30 informata brenda 5 minutave pauzë, sa me ledzu artikullin. është një farë trendi, po me cilin krejt jemi përfshi edhe generata, jo veç fëmijët, po për fëmijët, për shambull, po flasim që janë edukun këtë formë. Ata heq bile nuk kanë pas shumë nerva me ledzu libra, si na... Kjo situatë ka vendosë dhe vetë gazetarin para një sfide goxha të madhe. Pra, sot ndikimin e gazetave, ndikimin e mediave, është zhvendos, nuk është më qendër e ndikimit media, por mund t'jenë plot influencerë që mund t'kenë ndikim shumë atë madh se secila media në këtu edhe në botë. Pra,
për shembull këngëtarët, artistë kanë Edhe kanë. tepër shumë llogaritën e situatën kur ata mund të keqpërdorin edhe ndoshta plot herë edhe mund ta keqpërdorin. Por na duhet t'i krijojmë këta mekanizmat edukues, mekanizmat njës që na me dallu kur e lexojmë lajmin për Kinën, na duhet me pas mas pari dyshime, a është as është. Secili prej nesh, jo veç gazetarët, Mirë që edukuam në këtë veç edhe qytetarët, pra me thonë për Kinën ka bo një vendim të mirë e duhet edhe në Kosovë, Ama është veç sikur ta dallojmë, kohën e në komunizmit paket në ka Kosovë. pas edhe elementet mira, në paket ka pas edhe elementet mira. Për shembull në përmenda çështjen e opinioneve për mjekësi, por është edhe çështja për identifikimin e materialeve që krijohen përmes inteligjencës artificiale. Pra ato nuk shënjëzohen, nuk kanë një etiketë për to. Edhe njerëzit, edhe verbrisht po ju besojnë edhe të na shumë e shumë. vërtetë. Duhet mu dallu ato. Fëmijët vidallojnë. Fëmijët po jo gjenerata. Fëmijët vidallojnë ma mirë se Po veç na spidallojmë tash te. generata që janë ma të vjetër, që janë lindë. Vele tash është viral një Gjenerata video një shqiponje të tentu me kap një fëmijë sa edhe tash Po e pash edhe unë. Po, det- shumë të e shpërndo, ato thjesht të e besu që është ka ndodhur adin për një me. Realiteti real me virtual është problem në krejt botën. Rreziku jo vetëm që na. është, S'kan me dallu zhvilluar mas që e ka cila shumë. është Sakt. reali edhe cila është Sakt. virtuali, Për që ato- edhe sidomos fëmijët. Por unë po insistoj që edukimi medial është zgjidhje për çet problematikë, sepse i jep dije secilës gjenerat që së paku të dyshaj. Pra, hajtë po e zomë, secili prej nesh, kur e lexojmë një çfarë do lajmi, na duhet të dyshojmë. Qoftë edhe në New York Times, ose në Washington Post, ose në The Guardian. Pra, me pas një farë dyshimi. Në momentin që kemë dyshim, pastaj na shtyn që ajo kurreshtja me po ashtë apo s'është. Ashtu, pastaj janë edhe disa hapa të tjerë që secili përdoruesi medias duhet t'i ketë njëjtë, sikur kur po diskutohet, se diskutojmë shumë efektet negative, por ka shumë efekte pozitive media. Është njësoj sikur edhe në komunikacion. Edhe nësa njerëz vdesin prej komunikacionit vetë, por kur kush nuk e diskuton me undal makinat, po diskuton qysh mu eduku shoferët që me i përdor. Të njëjtën jena në situatën e media. Ne duhet sa ma shumë të edukumë. Përgjësia edhe e mediave është jashtëzakonisht e madhe, sepse mediat po e ndërtojnë qatë ide themelore. Mediat është ato që po thotë diamanti që po i japin hapësirë që tyre influencerve të cilët në një pjesë e tyre shfaqin edhe konspiracione. Pra, qysh na me i luftu këto është me i luftu me të vërteta. A është vështirë? Natyrisht është vështirë, sepse interneti ja ka mundësu se cilit me pas qase, se cilit me kanë thojza gazetar, pra se cilit me kanë publikues. Po gazetarë janë veç ata që e bojnë verifikimin, që e shohin ashtë e vërteta, që e tregojnë të vërtetën e plot, jo veç të vërtetën e diamantit, po e marrën edhe të vërtetën tonë. Pra, që kjo është qaja koha kur sado që është diskutu që gazetaria nuk është profesion, po është duket, po e marrin tjertë, në fakt gazetaria përrritet roli edhe ma shumë, sepse janë veç gazetarë të cilët mund të tregojnë të vërtetën e plot, të marrin të gjitha anë, të masin edhe interesin e publikut. Ndërkohë influencerët menojnë në radhë parë për fitimet e tyre. E keni pa një farë influenceri që në çdo video në mesët ju lutëm e bëma like sepse ka rëndësi për jetën, për botën, do më thonë, ideja e influencerëve është përfitimi i tyre. Mirë, profesor, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne. Shumë faleminderit Linda Bano për këtë lidhje direkte.